Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Sot me datën 30/2016, Drejtoria për hetimin e narkotikëve, Regioni Mitrovicës, pas një hetimi paraprak në lidhje me substanca narkotike, kemi arritur të ndalojmë 3 persona, të cilët janë marrë me shitjen e substanca narkotike. Personat e dyshuar substancat narkotike i kanë prurë nga Shqipëria përmes Kosovës destinacion Serbia. Personat në fjalë janë dalë në parkingun e Emona Center, duke bërë shkëmbimin e narkotikëve në flagrancë. Në veturën Zara dërë janë gjetur substancat narkotike, ku bëhet fjalë dikon për 10 kg, ndërsa vetura tjetër e cila është ndaluar e ka bërë përcjelljen e kësaj veture që në rast të ndaljes nga ana e policisë, policia të vjen në flagrancë dhe mos të ndalë këta persona në fjalë. Në veturën B4 me torpën 0 janë gjetur dikon 10 paketime që dyshohet se janë të llojit marihuanë. Sipas informacioneve paraprake, kjo substancë narkotike destinacioni ka pasur edhe në Serbisë. A mundesh me na tregu që kjo sasi e drogës, a ka qenë veturën tonë? Në drejtë,